Kritika nga ish partitë opozitare po merr por as dy fjalë si tha kur u pyet për çështje politike. Është 30 hektar, 4.6 km rrugë, qendra e kompetencës në anën tjetër, edhe 350 ditë pune parku industrial në Livadic përmbyllet. Urime të gjithëve për këtë kurthemel që e vëm bashkë me kryetarin shpejtimin e me ministren Mimoza. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, derisa mori pjesë në vënien e kurthemelit të parkut industrial në fshatin Livadic të Podujevës, tha se synimi i qeverisjes së tij është transformimi i ekonomisë së Kosovës. Ta forcojmë prodhimin vendor dhe të krijojmë sa më shumë produkte në lloje dhe në numër made in Kosova, ashtu që jo vetëm të zëvendësojmë importet, por edhe të rrisim eksportet në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare. Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore, të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetin e tyre. E pranishme ishte edhe ministria në detyrë industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Mimoza Kusari Lila. Sipas saj, do të aktivizohen 16 zona industriale. Synojmë që shumë shpejt të ulim deficitin tregtar, të bëjmë zëvendësimin e produkteve të importuara, por gjithashtu edhe të rritet cilësia e eksporteve nga Republika e Kosovës. Punimet në këtë zonë industriale janë të para që të vazhdojnë deri në fillim të vitit 2028, por jemi shumë të interesuar që këto punime dhe inkurajojmë kompaninë që të përmbyllen, për aq sa kanë kapacitet të punës, ne do të sigurohemi që t'ju qëndrojmë afër. Ndërkaq kryetari Podujevës Shpejtim Bulliqi ka cilësuar parkun industrial si një prej projekteve më të rëndësishme ekonomike për komunën. Parqet industriale sipas udhëheqësve synojnë të krijojnë mundësi biznese vendore për zgjerimin e kapaciteteve, diasporës për të investuar në vendindje si dhe investitorëve të huaj për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Kosovë.